Dita e Nëvruzit, një festë nga më të rëndësishmet për komunitetin Bektashi, ndonë se shumica e vendeve në botë festojnë në 21 mars, në Shqipëri kjo festë festohet në 22 mars. Përveç se një festë fetare në Shqipëri, Nëvruzi njihet edhe ndërkombëtarisht prej Kombeve të Bashkuara si dita ndërkombëtare e Nëvruzit. Nëvruzi në persisht do të thotë ditë e re, është shumë më tepër se thjesht fillimi një viti të ri. Është një festë e lashtë e jetës, rilindjes dhe triumfit të dritës mbi errësirën, me rrënjë që shtrihen mbi 3000 vite para epokës së zoroastrianizmit. Nëvruzi paralajmëroi ardhjen e pranverës dhe festohet në ekuinoksin e pranverës. Në këtë ditë, përveç riteve fetare, besimtarët Bektashi shkëmbejnë edhe vizita, dhurata me njëri tjetrin. Gjithashtu tryezat shtrohen si për festë, ku nuk mungon byreku me monedhë, jeshillëqet, mishi i pjekur dhe sultjazhi. Kjo ëmbëlsirë në bazë të saj ka qumshtin, që simbolizon qumshtin e nënës, orizin që simbolizon bollëkun dhe shërbetin që merret i kënduar në teqe. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres në një shënim të tij në faqen online të Organizatës së Kombeve të Bashkuara shkruan: "Ndërsa bota për të rihet këtë pranverë, le të kujtojmë si çdo vit i ri dhe çdo ditë është një shans për një fillim të ri, një shans për të bërë gjëra ndryshe, një mundësi për të ndërtuar një botë më të mirë." Dita e Nëvruzit bashkon kultura të ndryshme në të gjithë Iranin, Azinë Qendrore, Kaukazin, Ballkanin dhe më gjerë, duke ofruar zakone dhe vlera të pasura me zakone. Origjina e Nëvruzit mund të gjyrmohet në perëndinë e lashtë persiane dhe në kalendarin e zoroastrian, ku shënonte një nga ditët më të shenjta të vitit. Fillimisht, një kohë e shenjtë për të festuar rilindjen e natyrës, Nëvruzi evoloi gjatë shekujve një festë laike të përqafuar nga komunitete të shumta etno, gjuhësore dhe kulturore. Sot Nëvruzi festohet nga njerëz me përjardhje të ndryshme fetare dhe kulturore, duke reflektuar një dëshirë universale për rinovim, paqe dhe prosperitet. Njohja ndërkombëtare nga UNESCO dhe Kombet e Bashkuara nënvizon rëndësinë e saj si një ngjarje kulturore unifikuese në botën tonë, gjithnjë e më të ndërlikuar.